Jam shumë I lumtur me ekipin, sidomos me mënyrën si u paraqitëm sot. Që në minutën e parë ishim shumë agresiv në lojën pa top. E zbatuam planin e ndeshjes 100% dhe luajtëm mirë edhe në fazën sulmuese. U pa qartë që ekipi ka mësuar shumë nga ndeshja e parë me Zvicrën pas asaj humbjeje. Bëm disa ndryshime edhe në sistem. Jam shumë I lumtur që tashmë jemi kualifikuar për ndeshjet e play-offit. Po, është e vërtet. Gjëja më e rëndësishme në futboll është që të paraqitesh gjithmonë si ekip dhe të veprosh së bashku në të gjitha fazat e lojës. Kur e kemi topin, të luajmë me dëshirë dhe të zbatojmë parimet tona. Dhe sidomos në lojën pa top, kur e vum kundërshtarin nën presion në presing të lartë, është shumë e rëndësishme që të bëjmë të gjitha lojë si ekip. Ekipi e realizoi këtë shumë mirë. Besoj se gjithë Kosova, I gjithë vendi mund të jetë shumë krenar për këtë kombëtare. Është fantastike që edhe kësaj here na kanë ndjekur kaq shumë tifozë në Sloveni. Këtë ndjen edhe ekipi. Tifozët, atmosfera në tribun I japin energji lojtarëve. Besoj që mbështetja e tifozëve është tepër e rëndësishme në futboll. Dhe Kosova, si vend që mund të jetë I vogël, mund të jetë krenar për kombëtarën që ka. Por edhe ne, si kombëtarë që jemi shumë krenar me tifozët tanë. Tani duam që në shtëpi para publikut ton të japim gjithçka, të investojmë maksimumin. Po, Zvicra teorikisht është kualifikuar, por për ne kjo ndeshje është shumë e rëndësishme, sepse duam të tregojmë se ajo humbje 4-0 në ndeshjen e parë nuk pasqyronte as pak cilësinë tonë. Prandaj ndeshja e së martës është tejet e rëndësishme. Do të rikuperohemi dhe duam me çdo kusht të fitojmë në shtëpi kundër Zvicrës. Wir werden uns jetzt regenerieren und wollen gegen die Schweiz unbedingt zu Hause das Spiel gewinnen. Coach, thank you and congratulations.